nuk mund të përcaktojmë se në cilën zonë do të ndodhë një përsëritje tërmeti, po çfarë mund të vlerësojmë për zonën e Tiranës? Mund të vlerësojmë për qytetin që besojmë ka volumin më të madh të ndërtimeve. Po, mund të vlerësohet trendi i tërmeteve, mund të studiohen paragoditjet, pasgoditjet, të bëhen analiza të mëtejshme për intensitetin, matën e intensitetit të një tërmeti në një zonë të caktuar, se çfarë intensiteti ka pasur një tërmeti caktuar, dhe nëpërmjet këtyre studimeve, po themi të vazhdueshme në kohë, arrihet të krijohet një pasqyrë më e qartë e zonës, e trendeve. Tirana vetë si qytet, zona e qytetit është relativisht më e qëndrueshme, po themi se sa pjesa tjetër sidomos pjesa perëndimore, po themi, pjesa e Durrësit. Por përsëri është një zonë në thelb gjithë vendi jonë është një zonë aktive, por Tirana është një zonë relativisht më mirë, po themi, nga pikpamja Nisur edhe nga e historiku potencialit edhe sismik. studimet tuaja, apo jo? Patjetër.